Nën kryesimin e kryesueses së Kuvendit Komunal të Gjakovës, Arbnesha Kuqi, është mbajtur mbledhja 6 e Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2025. Pas miratimit të proces verbalit të mbledhjes së kaluar, Durim Haliraj, drejtor për buxhet dhe financa në komunën e Gjakovës, tregoi sa të ardhura dhe shpenzime priten për këto 3 vite dhe si do të planifikohet përdorimi i paras publike. Tani me në qarkurën e parë buxhetore dihen burimet e financimit. Në burimet e financimit është grandi i përgjithshëm që është marrë me numrin e ri të popullsisë, të gjitha komunave, po ashtu janë edhe grande të tjera specifike. Me lejoni të shpjegoj që në grandin e përgjithshëm e komunës Gjakovës merr mjete në vlerë prej 16.347.820 euro. Grandi specifik dohet me formulë që është 89% për kokë banori, po ashtu 5% është për komunitetet jo shumicë, ndërsa 6% është pjesa e territorit të mbuleshmërisë së cilës komunë. Për këtë pikë të rendit të ditës, diskutime patin nga opozita, Alita Farshiku nga vetëvendosja tha se nuk po vijmë tek përfundimin nga ajo që po ju premtojmë qytetarëve dhe ajo që po planifikojmë. Praktikat na kanë treguar që për dallim prej COVID, kur po vinte përpilimi i buxhetit vjetor, atëherë kemi dallime ose ndryshime rrënjësore rreth asaj çka ju premtojmë qytetarëve dhe çka po planifikoni dhe po trumbetoni që keni realizuar për 3 vitet të ardhshme. Njëjtë edhe kjo tabel, domethënë për investime kapitale veçma, se dihet që interesi qytetarëve është për investime kapitale. Një tjetër pikë e rëndësishme e diskutimit ishte raporti vjetor i ndërmarrjes publike lokale, stacioni autobusëve për vitin 2023-2024, të cilin e prezantoi nënkryetari Flamur Fetahu. Ndërmarrja në pele stacioni autobusave është në rrugën e drejtë, e cila çdo vit është duke i rritur të hyrat, jo me ndonjë përqindje të madhe, por është në rrugën e stabilizimit. Arsyen pse nuk ka një rritje të theksuar të hyrave për shkak se ka vetëm 3 lloj të hyrave të burimeve. Ato janë të hyrat nga furnizimi, të hyrat nga qerat, të hyrat nga parkingu. Pra nuk e ka një mundësi tjetër për momentin që të krijojë hyra më shumë, po unë dua të falenderoj edhe gjithë stafin e ndërmarrjes për shkak se kanë një kujdes të vazhdueshëm për menaxhimin e tyre dhe për menaxhimin e shpenzimeve. Alita Farshiku kërkoi një përgjigje për çështjen e trafikut urban. Ndoshta një aktivitet që unë me sa po e shoh me këtë trend po shkon në shurje. Përderisa kemi komuna tjera që po e nxisin, domethënë qarkullimin e qytetarëve me trafik urban, na kemi mungesë. Kemi mungesë serioze edhe në përfshimje të hartës qarkullimit. Mos harrojmë që kemi një zgjerim qytetit, pjesa e re e qytetit është Dardania, janë pjesë periferike që sidomos duhet të përfshihen në hartën e qarkullimit trafikut urban, por edhe në mungesën e investimeve me autobus. Nënkryetari Fetahu pati një sqarim. Edhe bashkë me kryetarin Gjini kemi bisedu formen se si kjo ndërmarrje të ketë disa autobus të linjat urbane dhe urbane periferike. Unë isha në një takim edhe në Ministrinë e Financave, isha në takim, edhe një organizatë angleze ka ardhur dhe ka bë një pasqyrë në 7 komuna të mëdha të Kosovës. Kur sipas kësaj organizate, Gjakova e mbulon me 16 autobusa, gjithë terrenin. Jo në vija ndërurbane, po vija urbane periferike. E kem diskutuar edhe qyteti është rritur, është vërtet që është zgjeru, mirë po tash duhet me pa se në cilat linja janë të nevojshëm të ketë autobus urban. Në këtë takim punë është diskutuar edhe për raportin e monitorimit dhe vlerësimit të planit zhvillimor 2020-2023 dhe hartës zonale 2024-2032, si dhe për shumë çështje tjera të planifikuara.